Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falinderimet dhe lavdrimet takojnë vetëm Allahu madhruar, ai që është vetëm pa shok, paqja dhe bekimet Allahu qofshin mbi profetin ton Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhe mbi gjithë besimtarët që do ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër dhe motra, besimtar që kanë ardhur me bashkë me Imam Bledar Salami ose vëllai jon Omar Salami nga Australi për umra. Disa rregullat me shkurtimisht, inshallah ne tregojmë në 4 pjesë. E pari, nga hoteli duhet marrim dush, gusul. Ato që janë çift të marrin gusul farz është më e mirë. Edhe ato që janë tek duhet marrin gusul. Pastaj më e mirë është ta veshin veshje e ihramit, rrobat e ihramit nga hotel. Burrat do veshin dy çarçafte i bardha, pa qepura dhe nuk duhet asnjë rroba brenda trupi, domethënë as rroba intim brenda, edhe nuk duhet as kanatir. Dhe gratë duhet të veshin rroba të zakonshëm normal dhe fytyrat duhet të jenë hapur, se ihrami atyre, ihram do të thënë ndalimi atyre është të fytyrat duhet të jetë hapur, kurse burra flok duhet të jetë hapur dhe duhet të jenë hapur këmbët atyre në ihram. Atëherë vetëm 2 çarçaf janë. Shapka duhet veshin që janë me litar ose sandalet që janë hapur nga sipër. Këmba, ky është këmba jon, atëherë sipër këmba kjo që është koska, ky duhet të jetë hapur. Kjo është duhet i zbuluar. Edhe pastaj bëjmë nijet. Tani sa po arim, nuk ka as problemi, është të lejuar bërja nijet edhe nga hotel. Nuk është se nuk vishet ihrami para kohës, para mikati. Por zakonisht në kohën tonë njerëzit vishet ihramin nga hotel edhe vinë në Betul Abiyar ose Muzdalifa, ku është xhamia Muzdalifa, dhe atje falin 2 rakat namaz. Edhe këto 2 rakat vëllezër nuk janë vetëm për ihram. Ato 2 rakat janë, nëse është koha namaz, falemi namazi edhe mjafton ato. Ose falemi sunnet të kohës, mjafton ato. Nëse nuk ka kohë asnjë namazi, atëherë falemi 2 rakat namaz ose me niyet ihram ose me niyet abdesit, tahiyatul wudu, tahiyatul masjid, s'ka problem. Falemi 2 rakat namaz. Është e lejuar tani momentalisht para sa kemi bërë niyet, është e lejuar të luajmë me parfum edhe pse janë rrobat e ihramit. Prapë është lejuar lyrja e me parfum, se gjatë kohë nuk kemi le, edhe do shta vinë e rakesh, atëherë është lejuar tani lyrja me parfum. Ma mirë është të pastrojemi thonjët, flokët, edhe flokët intimet, para sa vishemi ihrami, kur marim dush. Tani, do vim në Muzdalifa, do falemi, ose namazi kohës, ose 2 rakat tahiyatul masjid, ose me niyet ihram, s'ka problem. Pas falje 2 rakat namaz, duhet bëjmë niyet. Niyeti është labbaika Allahumma umratan, labbaika Allahumma bi umratin. O Allah, jem duke bërë niyeti umra për hir të tën, na lehtëso dhe prano. Kjo është kuptimi. Dhe pastaj do të themi bashkë talbia. Kur themi talbia, atëherë minimum talbia një herë është farz. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kjo talbia është një herë është farz. Pastaj sa herë themi, sa më shumë themi, aq më shumë ka sawab. Kjo është talbia. Gratë duhet thënë me zëri ulur, burrat duhet thënë me zëri lart. Edhe tani jemi në ihram. Në ihram është daluar çfarë kruaja, nuk do të kruajemi mikra, flokat, të mos bin flokat. Në ihram është daluar përdorimi parfum, edhe sapun, dora që përdoremi nuk do të përdoremi. Në ihram nëse erdhi nevoja për marrja gusul, është daluar të përdoremi sapun ose shampu. Në ihram është daluar të flasim burri dhe gruaja mohabet intim, edhe marrëdhënie patjetër është daluar. Në ihram është daluar për burrat të mbulojnë fytyra me çarçaf, edhe koka mbulojnë me takia, edhe këmba që kam thënë këmba mbulojnë sipër me çorap ose me kapuset plota.
Ky gjitha e ndalesat e ihramit. Është ndaluar gjuajtja, ne nuk gjuajemi në këtë kohën tonë, po ndaluar është gjuajtja ose trembim, atia ka plumbat ose matësa çfarë janë kafshat e haram, është ndaluar të trembim atyre. Ky gjitha e ndalesat e ihramit. Shkelja do të pyesim imami, nëse dikush ka shkelur edhe ka rregullat e aty. Ne nuk kemi duke të treguar momentalisht. Edhe nisemi drejt Makka, gjatë rruga duhet themi sa më shumë talbia, pse ka shumë savab. Pastaj do arrim në Makkatul Mukarrama. Pastaj do ikim në Kaaba. Sa shohim Kaabën duke thënë talbia, sa shikimi e pari delet në Kaaba, pushohet nga talbia. Kaq, baruam talbia. Tani do fillojmë tawafi. Tawafi kur do fillojemi, burra duhet të zbulojnë krahu i djathtë kjo, shpatula i djathtë, edhe do të vendosin tu poshtë çarçafin e ihramit. Në qoftë se është kjo, deri tani ishim në mbuluar ashtu, tani duhet të zbulojemi edhe do të marrimi ihramin nga poshtë, ashtu. Ky hapur edhe në qoftë se ka mundësi, nuk ka shumë izdiham, nuk ka shumë njerëzit, atëherë duhet esim ashtu. 3 herë e parët. Por ky zbulimi duhet jetë deri në fund. Kurse esja me si trim është 3 shot, 3 rrotullimet e para. Tawafi firohet bismillahi Allahu akbar. Duhet puthemi, janë disa duke thënë që është bida, nuk është bida. Dërguar Allahu xhaleshanu kishte shumë njerëzit, ka bërë shenja me skopin e vet, edhe ka puthur skopin e tij. Atëherë kush e ka mundësi të afrohet edhe puthet gurizimir. Ai që nuk puth dot, ai let puth dorën e tij edhe vazhdon dhikri Allahu xhaleshanu. Muhabbeti e zakonshëm është lejuar, nëse ka nevojshëm. Po nuk është kuptimi që gjatë tawafit do të bëjmë vetëm muhabbet. Dhikri Allahu xhaleshanu do të bëjmë. Edhe gjatë tawafit nuk do të shohim Kaabën. Edhe nuk është mirë marrim video, tregojmë familjen se jemi në adhurim, në ibadet. Edhe kur do vi rukne Yamani, mes rukne Yamani, mes Hajarul Aswad, mes Gurizi dhe themi Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Çdo rrotullimi duhet drejtohemi bismillahi Allahu akbar. Ose përshëndet me dora, edhe barojmë tawafi, edhe kur fundon tawafi shtat duhet përshëndetim me dora, puthemi dorën ton, edhe mbarojmë tawafi. Pas tawafi duhet pimi ujë Zamzam, aty afër është. Pas Zamzam duhet falemi 2 rakat namaz, që janë të wajib. Duhet falemi në haram. Maqamu Ibrahim, po s'ka problem në xhamia haram kudo kemi mundësia. Atëherë pjesa e parë ishte nga hotel deri në veshja e ihramit, niyet. Pjesa e dytë është tani nga hyrja në haram deri sa kemi arritur tu. Tani është pjesa e tretë, berja sa'i. Farzat të umra janë 2, një berja niyet edhe veshja e ihrami, dytë është berja tawafi. Atëherë farza kemi krijuar. Tani erdhi rasti për vajibi. Vajibi është që duhet shkojmë në Safa dhe Marwa dhe bëjmë sa'i. Ngjitemi në Safa aq lart sa duket Kaaba. Edhe pastaj bëjmë dua inna Safa wal Marwata min sha'airillah faman hajja al-bayta wa'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima. Pas ka dua, është edhe kjo është vendi ku pranohet duaja. Edhe shikimi e pari Kaaba pranohet dua. Edhe pas tawafi, para sa falemi 2 rakat namaz, pranohet dua. Gjitha në moment të pranimi dua. Dhe vazhdojmë pastaj duke esur. Kur do vi drita, al-milen akhdaren, drita të jeshillavin gjatë sa'i. Atëherë burra duhet bëjnë vrapim. Kurse gra duhet esin normal. Atëherë nga Safa fillojemi deri në Marwa është 1, nga Marwa deri në Safa është 2, nga Safa deri në Marwa është 3 prap. Ashtu duhet bëjmë 7 herë vajtje ardhja, edhe fillimi është nga Safa në Marwa fundja është, të dyja fundja është të lejuar berja dua edhe është sunnet dua dhe pranueshëm dua. Pas sa'i tani burrat kanë detyrë burrat si detyrë kanë edhe gratë, po burrat kanë detyrë edhe është sunnet për burra ruajtja kompletisht. Është sunnet.
edhe ka dy herë dërgu Allahu xhaleshanu ka bërë dua. Kurse për edhe është e lejuar i shkurt, të i shkurtojnë flok, po jo i shkurtojnë disa, i shkurtojnë pak fare, jo, nga gjitha flok tona, 1/4 duhet heqemi nga çdo floku ton, domethënë është komplet rumbullak. Kurse për gra, nga flokat të vet mbledhin flokat edhe minimal aq. Si një maja gishti, filim gishti që është ndetruar nga flokat të vet do të presin. Është lejuar ta pres vet grua ose pres burri saj, nuk ka problem. Edhe ashtu umraxhi njëri me tjetër kanë, është lejuar ta qesin flokët të vet, nuk është daluar. Edhe këtë qestje pa qesur këtë gjë, nuk del njeri nga haram. Një njeri nuk ka flok, është tullaç. Atëherë ai vetëm farkon briskun ose farkon makina qesje flokët, kaq vetëm si ben mitim. Po duhet bëj këtë veprimi, atëherë quhet umra. Edhe tani jemi dal nga umra, edhe jemi lirë, edhe jetojmë në Mekka si personi normal. Kjo ishte rregullat e umra që tregova i shkurtimisht. Inshallah, nëse keni diçka pyetje më dërgoni nga ana vëlla Bledar Salami, inshallah do t'japim përgjigje. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.